Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për t'i dhënë zë një ngjarje që sot ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë e diskutueshme në Shqipëri dhe më gjerë për aktorin e njohur Gazmend Paja. Gazmend Paja shkon në SPAK, i sekuestrohet celulari. Përgjigjet e tia me humor: isha në kafe me prokurorin, pa dashje mori telefonin tim dhe më dha të tin. Dyshime shumë të larta për pasurinë e Gazmend Pajës, një aktor shumë i njohur në Shqipëri, i cili sot ka qenë në shënjestër të mediave, ku mediat kanë dhënë aludime të ndryshme, por njëkohësisht Gazmend Paja është shprehur shumë pak që unë dëshiroja që ta ndaj me ju. Aktori i humorit Gazmend Paja ka qenë sot në prokurorinë e posaçme, i njohur edhe si investitor strategjik për një pronë të përfituar. Ai është parë mëngjesin e sotëm teksa hynte në godinën e institucionit të drejtësisë. Ishte edhe 2 ditë më parë, para pas daljes. Nuk e njoh prokurorin. Aktori i humorit Gazmend Paja ka qenë sot në prokurorinë e posaçme, i njohur edhe si investitor strategjik për një pronë të përfituar. Ai është parë në mëngjesin e sotëm të datës 27 shkurt, teksa po hynte në godinën e institucionit të drejtësisë. Pas një qëndrimi të shkurtër, ai doli dhe u përgjigj një prej pyetjeve. Hera e dytë në SPAK: ishe si aktor apo si investitor strategjik, e pyetën gazetarët nga dalja e godinës. Ai u përgjigj shkurtimisht me largimin e sipër me notat humorit: jo, isha me prokurorin në kafe, pa dashje mori celularin tim dhe solla të tin, pasi që ai mori timin. Nuk e njoh prokurorin. Nuk dihet ende shkaku i kësaj prezence, por mësohet se aktori ka qenë i pranishëm edhe 2 ditë më parë në SPAK. Do me thënë, dyshimet e larta përse Gazmend Paja mund të jetë pjesë e SPAK-u, do me thënë SPAK-u tashmë, siç duket, ka hyrë masovikisht duke hulumtuar të gjithë pasuritë, të qoftë të politikanëve, por edhe të aktorëve apo artistëve, ngre shumë aludime dhe sidomos një pikpyetje shumë e madhe bëhet që mund të ndodhen që Gazmend Paja, tashmë aktor i njohur në Shqipëri, mund të jetë i thirrur në SPAK në këndin e investitorit strategjik për një pronë të përfituar. Nuk ka akoma detaje të hollësishme se çfarë ka ndodhur në SPAK, se çfarë është folur në një, le të themi, në një prenoncim mediatik shumë të shkurtër. Aktori është munduar që të ironizon pyetjen e gazetarëve, duke thënë që unë kam ardhur në SPAK për të sjell celularin e prokurorit sepse ai kishte marrë celularin tim, kishte bërë nga 3 celularësh. Gazmend Paja ka thënë nuk e njoh prokurorin, por besoj që në ditët në vazhdim SPAK, ashtu siç ka nxjerrur dosje dhe ashtu siç ka nxjerrur deklarata për të gjithë ato të cilët i ka përndjekur dhe ka arritur që t'i përballë në SPAK, kështu të nxjerr ndoshta edhe për Gazmend Pajën për të kuptuar më hollësisht pse Gazmend Paja, një aktor i njohur në Shqipëri, ka qenë i thirrur 2 herë radhazi në SPAK. Ne do takohemi sërish së bashku, vazhdojnë ta ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.